privilegjuar që po flas disa fjalë për motrën e vet. Motra Lume ka qenë shtylla e fortë e ekipit tonë në klinikën e neonatologjisë. Ka qenë një model i përkushtimit dhe i ndershmërisë, e cila me qetësinë për vojën e saj ka udhëhequr me ditët tëra breza të shumë infermierësh me cilë gjithmonë në qendër e kanë vendosur pacientin. Kontributi i motrës Lume nuk mund të matet thjesht me 45 vite të punës së saj. Kontributi i motrës Lume matet me përkushtimin, ndihmën, profesionalizmin, me ato buzëqeshje të rikthyer në fytyrat e prindërve për ndihmën që ka dhënë për shumë fushë në klinikën tonë. Motra Lume, ju tash po filloni një kapitull të ri. Por mos harro se dhe ky kapitull i ka të mirët e vet. Ju tashmë do të keni më shumë kohë që të rini me nipat, mbesat dhe familjen tënde, që shumë shpesh edhe ju ke munguar për shkak të angazhimeve dhe përkushtimeve në punë. Në emër të klinikës së neonatologjisë, në emër të kolegëve mjek, në emër të kolegëve infermierë, të falenderojmë nga zemra për gjithçka që ke dhënë për klinikën dhe në ndihmën të atyre fushëve. Të urojmë shëndet, shumë gëzime dhe shumë vite të lumtura për familjes tuaja. Dhe një gjë më të lumë mos harro, se dyert tona të klinikës tuaj, të klinikës tonë, gjithmonë janë të hapura për ju. Faleminderit. Përshëndetje Lume, të uroj ditëlindjen, pensionimin edhe gjitha të mirat në jetë. Inshallah jetoni shëndetshme me krejt familjen. Përshëndetjen për motrën Lume. Urime ditëlindja, pensioni, urime, inshallah kesh netën. Një na e kemi pasur në mes veti shumë të mirë, muhabet. Inshallah e vazhdojmë muhabet bashkë, dolëm, shkojmë, shëtitu. Të përshëndes ty edhe familjen tonë. Përshëndetje Lume, të uroj ditëlindjen. Kemi qenën së bashku në punë, në fakultet, kemi pasën marrëveshje, mos marrëveshje, sfida i kemi të kalu krejt. Të përshëndes ty familjen, të dëshiroj një pensionim të mbarë. Të dua. Unë është më tregu çfarë kujtime ki me Lumen? Po, së pari kam emocione për motrën Lume. Kam kujtime aq shumë që s'unë ndaj asnjënën prej tjetrës. Çka ka qenë lumja për ty në punë? Për mua lumja ka qenë gjithçka. Çka ju urojnë Lumës tash që ka dalë në pension dhe që ka ditëlindje? Lumës ju uroj shëndet, lumturi, me nipa, me mesa, inshallah gjithë së bashku festojmë. Përshëndetje Lume, të uroj ditëlindjen, shëndet dhe gjitha të mirat në jetë. Po ashtu të uroj edhe pensionimin. Ke qenë një shoqe shumë e mirë, bashkëpunëtore, kemi pas sfida jashtëzakonisht të mëdha, po të gjithat me maturi dhe sinqeritet i kemi kaluar edhe këto sfida. Kështu që të uroj edhe çdo të mirë në pleqërinë tuaj të ardhshme. Motra Lume, përshëndetje, të uroj ditëlindjen si dhe pensionimin. Shëndet dhe gjitha të mira në jetë, të përgëzoj për maturinë dhe sinqeritetin që ke pas nga nesh. Një pleqëri të mbarë, Motra Lume, por na mungon seriozisht. Përshëndetje Motra Lume, urime ditëlindja, urime gjithashtu e pensionimi, inshallah i gëzën, i bën një qenë me familje, me krejt njerëz të dashurt. Urime ditëlindjen motë, njëkohësisht dhe pensionimin. Unë motra jote të uroj shëndet e gjithë të mirat e botës. Uroj të kesh një pensionim të rahatshëm, të paça edhe shumë gjatë të donë motra jote. Motër e dashur,
Urime të përzemërta për ditëlindjen dhe pensionimin tuaj. Ju falenderojmë për punën dhe përkushtimin tuaj ndër vite. Ju urojnë një kapitull të ri, mbushur me shëndet, gëzime dhe paqë. Qofte ardhmja juaj paqë e ndritur sa trashëgimia që leni pas. Urime në emrin tim dhe tërë familjes. Ndihem krenar që kam një motër si të dalume. Në këtë ditë të veçantë i dëshiroj asaj urimet më të mira me rastin e ditëlindjes dhe posaçërisht e pensionimit, ku me devotshmëri po e përmbyll një mision të shenjtë dhe human si motër medicinale. Gjatë gjithë jetës sime këtë motër e kisha krah të palëkundur. Si në ditë gëzimi, po ashtu edhe në ditë të vështira, gjithmonë ishte person pozitiv në familjen tonë. Prezenca e saj e lumturante çdo gazmen gjithherë. Në këtë ditë të veçantë, i uroj asaj shëndet dhe jetë të gjatë dhe të lumtur, pranë familjes së rrethuar si çdo herë me vëllezër, fëmijë, nipa e mbesa. Urime edhe një herë motër me jetë gjatë dhe të lumtur. Urime do ditëlindjen, urime dhe pensionimin. Të uroj gjitha të mirat. Faleminderit për mbështetjen tënde dhe për krahjen. Ke qenë një shembull i mirë për familjen tonë. Do t'jam mirënjohëse dhe falenderuese gjithmonë. Urime edhe 100 vite së bashku me ne. Urime ditëlindjen të dalume. Mirësia, humaniteti yt u mbart në gjithë familjen tonë. Faleminderit që ishe një motivim edhe për ne që të ndjekim rrugën tënde. Urime dhe shumë vite të lumtura. Urime ditëlindja dhe dalja në pension e dashur lume. Sot është ditë e veçantë për ty dhe për të gjithë ne. Jo vetëm që festojmë ditën tënde të lindjes, po edhe mbylljen e një kapitulli të mrekullueshëm si motër medicinale, një profesion që ke kryer me aq dashuri, përkushtim dhe humanizëm. Ti ke qenë dhe do të mbetesh një burim frymëzimi për ne, si grua, si infermiere e mrekullueshme dhe si një grua e fortë që ka dhënë po aq shumë për familjen dhe për të gjithë ata që të kanë pasur fatin që të njohin. Tani është koha të shijosh frytet e punës së palodhur dhe të kujdesesh për veten, duke jetuar ditë të mbushura me gëzim, paqe dhe dashuri, para natyre që të duam më së shumti. Urime dhe zuar. Përshëndetje. Urime ditëlindje kunate dashur lumnie. Sot është një ditë e veçantë, sepse festojmë jo vetëm 65 vjetorin tënd, por edhe gjithë dashurinë dhe mirësinë që ke falur ndër vite. Faleminderit nga zemra që gjithmonë ke qenë aty. Je kujdesur për prindërit tonë, më në veçanti je kujdesur për nënën tonë. Faleminderit shumë. Zoti të ka shpërbly me një familje të mrekullueshme. Ky është një tregues i madhësisë së shpirtit tënd dhe i dashurisë së pamas që ke për familje. Ti je një grua e veçantë, e dashur me ikpritëse dhe e përkushtuar. Në këtë ditë të bukur dua të uroj pensionimin dhe të uroj shëndet, lumturi dhe plot gëzime në çdo hap të jetës. Shijoje këtë ditë të veçantë sepse e meriton me gjithë zemër. Lume, urime ditëlindjen. Gëzofshe, festofshe dhe shumë të tjera të lumtura. Gëzuar kunat. Hajde liri të fire. Hajdave të fave. Një kujtim shumë i mirë. Një ndër pushimet më të mira tonat. Të talum, të urojna ditëlindjen edhe pensionim të mbar. Paq fat edhe shëndet. Gëzuar të talum. Urime ditëlindjen të talume. Të uroj edhe 100 vite tjera me shëndet e me të mira. Jam me fat që e kam një tezës e te edhe të dua shumë. Hajtet, urime ditëlindjen, inshallah e bratë në 100 vite të lumtura pranë këtë njerëzve që i dënë. Gjithashtu, urime dhe pensionime, inshallah ki shëndetin edhe këtë mirat e botës. Të dua shumë. Gëzuar ditëlindjen të talume, pas shëndet dhe gëzosh pensionimin. Mos harro, pas pensionimit ti mund të hapësh biznesin tënd të ri, e cila është përgatitja e baklavave. Baklavat më të mira në shehër, vetëm nga duart e arta të dëdhës lume. Të duam shumë, e gëzosh të 100-at.
Përshëndetje të talume. Përshëndetje. Sot dua të të uroj nga zemra për këtë ditë të veçantë të 65 vjetorit të pensionit tënd. Shumë urime ditëlindja, prit që edhe shumë vite tjera pranë të dashurve tu. Ti je një grua që jep kuptimin fjalës e dashur e dëmshme, mikpritse ngrohtësia jote na bën gjithherë të lumtur ne. Faleminderit që ishe edhe si teze për neve. Faleminderit dhe të uroj gjitha të mirat. Përshëndetje dhe albume. Urime ditëlindja dhe pensionime. Të uroj që çdo ditë e jetës tonë të jetë e përmbushur me shëndet dhe lumturi dhe rrethuar me më të dashurit e tu. Të përshëndes dhe të gjitha të mirat. Përshëndetje të talume, shfrytëzorasin që ta uroj ditëlindjen dhe këtë kapitull të ri të cilin ti po e hap. Shpresoj që të jetë gjithçka çka ti dëshiron. Të uroj lumturi, shëndet dhe suksese të më të tjeshme. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që të falenderoj për mikpritjen dhe respektin që ti na ofrove. Mirë po më së shumti të falenderoj për shembullin që ti dhe. Pa ta nderin që takoj një grua si ti, të fortë, të qetë dhe të përmbajtur. Faleminderit për gjithçka dhe urime edhe një herë. Përshëndes të gjithë të pranishmit. Sot kam rastin të ja uroj ditëlindjen e 65 dhe pensionimit të bashkëshortës time Lumnie Sopi. Kështu që Lumnie Sopi të ketë jetë të lumtur dhe dashuri sa më të madhe. Përshëndes për shkak edhe kemi 3 djem dhe 3 nuse. Kështu që kemi 3 mesa e 2 nipa. I përshëndes të gjithë dhe jetë të lumtur e të gjatë. Gëzuar ditëlindja dhe pensionimi. Në lume, urime ditëlindja dhe pensionime. Paqë, shëndet dhe gëzime. Dhe dhurata më e mirë për këtë ditëlindje është Roke. Urime! Jo domosdoshmërisht, duhet me pas lidhje gjaku për me ndjej dashurinë dhe respektin e një nane. Nëna Lume, me qindra herë tashmë e ka dëshmu këtë argument. Qetësia dhe maturia e saj ishin dhe vazhdojnë të jenë udhërrëfyes për mu, si qike re e papërvoj, si nane e re e mbi të gjitha edhe si antare e re në familje. Nëna Lume, ashtu si që thrasin sot mbesat edhe nipat, të duam shumë. Nana Lume, unë jam shumë e lumtur që e kam një gjyshe me zemrën shumë të madhe si ti. Urime ditëlindja i bëfsh në shëvja. Nana Lume, Nana Lume. Përshëndetje Nana Lume, urime ditëlindjen edhe u bësh 100 vjeç. Urime edhe pensionimin, t'ja kaloni mirë me gjithë pranishmit aty. S'pe zgati ma shumë, se di që mërzitesh për neve, po hajde t'ja nisëm një valës, a? Ku po shkon? Ku po shkon?